Nëse doni të keni dhëmb të bardhë, duhet ta dëgjoni këtë lajm. Pemë dhe perimet e forta si mollët, bishtajoret, lule lakra, karrota dhe selino ndikojnë dobishëm pasi me përtypjen e tyre vjen deri tek fshirja e dhëmbëve. Për më tepër, këta artikuj sekretojnë përshtymë që e u neutralizon thartirën dhe i mbron në dhëmbët. Pas së zbardhjes së dhëmbëve, me rëndësi është ajo që ju do të konsumoni. Nga se disa prej artikujve ndihmojnë në mbajtjen e bardhësisë, derisa nga ana tjetër ekziston ushqimi që lë njolla të errta nëpër dhëmb. Qumshti dhe prodhimet e qumshtit që janë të pasura me kalcium ndihmojnë në mbajtjen e bardhësisë së dhëmbëve. Thartira e dhëmbëve i mbron në dhëmbët nga gjakderdhja, përderisa djathi i fortë kontribon në largimin e ushqimit që ka mbetur nëpër dhëmb. Duhani, salca nga soja, pijët e gazuara, vera e bardhë, ajo e kuqe, boronica, lën njolla në dhëmb.